një disponim minimal, I cili jam e bindur që do të rritet me kalimin e kohës. Në fakt I përgëzoj të gjithë liderët pjesëmarrës për qasjen e tyre konstruktive përgjatë këtij takimi, sado që kishin qëndrime të ndryshme në shumicën ndërmuese të temave, siç e dini edhe ju vetë, megjithatë me një qasje konstruktive dhe secili prej tyre treguan vullnet të mirë që të gjendet një zgjidhje përpara që të konstituohet kuvendi sa më parë dhe të kemi një legislativ funksional. Nëse mund ta them kështu, ekziston një disponim minimal, I cili jam e bindur që do të rritet me kalimin e kohës, e cila shpresoj shumë nuk do të jetë shumë kohë e gjatë. Por çka ka dëshmuar takimi sotëm është se dialogu politik, dialogu konstruktiv, dialogu bazuar në parimin e respektit të ndërsjellë është I domosdoshëm. Është I domosdoshëm për vendin tonë, është I domosdoshëm për institucionet, është I domosdoshëm që të shihet dhe të ndihet nga qytetarët tanë, dhe është I domosdoshëm edhe për imazhin që e krijon Kosova botërisht, pra në arenën ndërkombëtare. E dyta, meqense ka interpretime të ndryshme edhe rreth procedurave dhe rreth parimeve politike që duhet të respektohen në rrugën përpara, diskutuam edhe për zbrazësirat kushtetuese që kanë mbetur nga gjykimi I gjykatës kushtetuese I vitit 2014. Siç e dini, aja gjykim nuk ka përcaktuar ndonjë afat kohor për proceset sa I përket konstituimit të kuvendit dhe ka gjëra që janë sqaruar shumë mirë, ka gjëra që tani janë subjekti interpretimeve të ndryshme. Si presidente kam shpreh gatishmërinë pas diskutimeve me liderët në këtë takim të parë, që të shohim rrugën përpara nëse është e nevojshme. Megjithatë, për momentin mendoj që duhet të vazhdojmë përpjekjet për krijimin e institucioneve me vetë vullnetin e partive politike, por nëse kjo zvarritet shumë deri në përmasa që edhe më shumë dëmtohet interesi I vendit, janë disa opsione. Një opsion është që vetë deputetët ta shfrytëzojnë këtë të drejtë që u jap neni 113 I kushtetutës. Deri tani OAK-ja ka kontestuar një vendim, por që lidhet drejt për së drejti vetëm me formën e votimit, jo domosdoshmërisht për procese tjera. Mënyra tjetër është që unë si presidente e Republikës të shfrytëzoj prerogativat kushtetuese dhe të drejtohem gjykatës kushtetuese. Sot ajo çfarë kam shprehur para liderëve është që nëse do të kishte pajtim edhe nga ana e tyre, unë nuk kam ndonjë problem që ta dërgoj këtë çështje në gjykatën kushtetuese, nuk pat ndonjë kundërshtim nga asnjëri prej tyre, megjithatë ne do të presim nëse ditët në vijim do të rezultojnë me marrëveshje politike ose arritje të një marrëveshje më të gjerë për konstituimin e kuvendit para se të procedojmë me diçka të tillë nga institucioni I presidencës. Natyrisht se si do të veprojnë deputetët, unë nuk mund të komentoj për momentin. Pra, takimet do të vazhdojnë, diskutimet do të vazhdojnë, dialogu politik është I domosdoshëm edhe për ta tensionuar, do të thoja, situatën politike në vend, sepse vetëm kështu arrihet edhe konstituimi institucioneve dhe stabiliteti politik në vend, siç e kemi parë edhe në të kaluarën. Shumica prej jush I keni përcjell zhvillimet politike në Kosovë që një kohë të gjatë. Kurse sa I përket involvimit gjykatës kushtetuese, si presidente pra kam shprehur gatishmërinë, nuk ka pasur ndonjë kundërshti nga partitë që të shfrytëzohet një kompetencë e tillë, mirë po do të shohim nëse ditët në vijim partitë politike do të arrijnë ndonjë pajtim sa I përket konstituimit të kuvendit.